po që kjo e dëshmon atë që unë e thëmë zakonisht që në Kosovë mendimi i lirë në media nuk është aq i lirë sa shitet, është definitivisht merruse. Sepse këta njerëz, shumica prej atyne njerëzve që sot janë pjesë e listave, edhe ish analist, prapë kanë më kthyer media edhe për 4 vjet e ardhshme. Nëse do të arrijmë ta kemi në qeveri, do në Zotit, se që po shihen shumë kena me pas problem na me po një qeveri të re, kena me pas prapë këto njerëz në për televizione, edhe këta njerëz kanë me shit fiskultura politike, mi shurdhu qytetarët e asnjëherë mos me thonë kur gjë. E kon vetë pjesë e listave? Unë kam qenë, po nuk kam qenë aktiv në media. E tash a je? Tash je rikthyer domethënë. Jo, s'kam qenë, tash kam fillu. Te unë dallon, te unë dallon. Te aje të kritiku veten a çka? Jo, te unë dallon. Unë nuk kam. Jo, ti të thonë se këta kanë mu rikthyer, prandaj nuk pas ka pavarësi. Viktor, unë nuk jam analist. Ti do të thonë se pas kanë mu rikthyer, prandaj nuk pas ka pavarësi. Ç'shto e thon? Jo, unë ç'shto e thon? Ti kem shërbet. Ti kem shërbet. Unë jam kon gar pjesë e listave, po tash jam rikthyer në aspektin nacional. Studio televizive në aspektin nacional. Prandaj nuk jam i pavarur. Lokale, s'kom bërë gar